Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko. Dua ta nis të podcast dhe këtë takim të së premtes me disa rreshta që dua t'i shkëputz nga një libër. Gjyshja ime fliste me gjuhën e vjetër çame, siç e ka mbledhur Dozon në mesin e shekullit të 19, në pralla shqiptare, ku gjëmbit i thoshte glëmbi, ku qumshtit i thonte klumshti dhe gjuhës gluha. Gjyshja ime mbante gjithnjë në përgisht të rinj Borzilok. Balkoni ynë ishte i mbushur me vazda o Borziloku dhe tani ajo nuk është më. Sa herë ku ndërmon Borzilok pranë meje, kjo më kujton me njëherë gjyshen time. Para se të vdiste, nëna ime donte të shkonte në Filat, e imja në Paramthi. Atje ku kishte lindur dhe ku kishte kaluar fëmijërinë e saj. Mirë po, 50 vjet rresht kufit ishin mbyllur. Shtëpia e tyre ishte marrë nga autoritetet lokale greke. S'dije asgjë se ç'bëhej me shtëpinë e tyre. Por në moshë të tyre ajo donte të piktakonte fëmijërinë e saj. Nuk shkoi asnjëherë në Çamëri. Ajo që më bën mua bashkë me të ftuarin e radhës në këtë tryez diskutimi është pikërisht kjo histori, prallat e gjyshes time, dëshira për të shkuar aty ku ka fëmijërinë, aty ku ka lëshuar në fakt edhe rrënjët e tjera që jam unë, edhe Luan Rama. Të falenderoj shumë, zgjodha të ndaj këtë histori për të kuptuar që gjua që do të flasim sot është e përbashkët, edhe unë dritërohem sa herë lexoj diçka të ngjashme. Të të prezantoj studiues, të prezantoj si shkrimtar, të prezantoj si përfaqësuesi diplomatik yni në Francë. Luan Rama, faleminderit shumë që je këtu. Faleminderit juve. Vërtet është hapur një risi shumë interesante nga ana juaj, nga ana e fondacionit. Unë e vlerësoj shumë fondacionin Asantasin, i cili po bën një punë të shkëlqyer dhe krahas botimeve të ndryshme, unë shoh disa botime këtu e kupton që nga personalitete që i kam njohur direkt. Dhe si të thuash, me programin e ri, me podcastin Çamiko, ka qenë një ide e shkëlqyer. Bravo, edhe ju përgëzoj vërtet sepse ka shumë interes për mbajtjen e kujtesës, për trashëgiminë, për gjithë atë mision që kemi në sensin e ruajtjes, trashëgimisë, kujtesës, dhe jo vetëm kjo, por edhe që shpejt me hapjen e kufive realisht shqiptarët çama, domethënë të gjejnë ato trojet e tyre. Si jeni rritur ju? Po unë në fakt ne kemi qenë në Tiranë me familjen, nëna ime ka ardhur në kohën edhe gjyshja ime. Kanë ardhur në kohën e luftës në Tiranë. Domethënë Ali Demi që ishte gjallë në atë kohë, punonte në Post Telegraf, ishte në lëvizjen revolucionare të asaj kohe, dhe kundër ishte një antifascist i vendosur, një nga të parët, bashkë me Kemal Stafën edhe shumë personalitetet e tjera, cilët bënin demonstrata në atë kohë, por ai i mori pikërisht në 41-shin, 1941, familja u vendos këtu, kishte çamë të tjerë, ishin disa personalitetet të Çamërisë që ishin vendosur këtu në Tiranë, dhe si të thuash, ishte një lloj komuniteti mjaft interesant. Bëheshin shumë me njëri tjetrin. Dua të mbetem pak tek figurat e gjyshes dhe të nënës, se ndonjëherë rrëfimet na vinë kaq bukur prej tyre, dhe ne kemi marrë pa diskutim prej tyre shumë, po këtu mund të arrim të kuptojmë edhe dimensionin e Ali Demit. Unë ju prezantova si studiues, ndoshta për ata që nuk e din nipi Ali Demit, pa diskutim një familje e madhe që nuk vjen më së koti kjo frym për të dashur rënjët, për të dashur identitetin, për të dashur veten. Ndaj ju pyeta si jeni rritur dhe çfarë roli kanë pasur gratë e familjes, gjyshja, këto figura femrore. Në fakt, gjyshja më merrte gjithmonë kur takonte
Musa Demin për shumë, shkonin për vizita ke njëri tjetri. Dhe gjithmonë më merrte me vete. Unë jam rritur, si thuaç, me dasma çame, nëna ime kërcente shumë bukur atë të mankuqen. E kërcente aq bukur dhe unë e shikoja i mahnitur. Edhe më ka ngelur gjithmonë me një dekolte në vitet 60 për shembull. Edhe ishin këto dasmat i bënin çamit dhe mblidheshin gjithë bashkë këtu në Tiranë. Po kështu ishin funeralet, vdekjet, ishin ligjet e tyre, kupton. Kështu që ishin mandolinat, ishte një folklor i tërë, një gjuhë e tërë që edhe unë jam mësuar për shembull kur vinin në shtëpinë tonë që flisin çamërisht, por edhe një detaj tjetër që lidhet, si thuaç, me një kushërinë tonë, i cili ne banonim tek pallati Petro Markos dhe përballë ishte një pallat tjetër. Dhe aty kishte ardhur Ahmed Demi. Ahmed Demi ishte martuar me një greke. Dhe domethënë vetëm bulevardi i ndante dhe çdo mëngjes ajo grekja Garufalaja dilte në dritarë dhe gjyshja ime që kthej dhe përshëndesin njëra tjetrën. Ajo ishte dashuruar me këtë çam në Athinë, e kishte lënë Greqinë dhe kishte ardhur, kishin luftuar nëpër male etj. Dhe si thuaç ishte instaluar në Tiranë dhe ajo nuk mundi me mbylljen e kufive, nuk mundi të takonte dhe të takonte njerëzit e saj, edhe po kështu dhe gjyshja ime nuk mundi të shkonte, të kthehej, të shikonte shtëpinë e tyre. Kur kanë ikur nga Filati, gjyshja ime i ka lënë çelësat kishte një kishte me qira një greke me 2 fëmijë, edhe i la çelësat e i tha ne do të kthehemi mbas lufte, po nuk u kthye më. Domethënë, kjo lloj nostalgjie, po nuk është thjesht nostalgji, nuk është thjesht dhimbje, nuk është thjesht një ndjesi. Është edhe një lloj angazhimi, e kupton, për ta mbajtur gjallë këtë lloj fryme. Dhe unë e kam brenda meje, sepse edhe në libra që kam shkruar, për shembull kam botuar një libër për arvanitët dhe i kam gjetur çamat, për shembull i kam gjetur në Hidra, një nga personalitetet e mëdhaja çame në Hidra, ku ishte Kondorioti, ku ishte Mjaulje, ishin disa admiral të mëdhenj të flotës greke gjatë revolucionit grek, 1823, 1830 që vazhdoi revolucioni deri në fund. Një nga këta ishin çamidët, çamët, ishin personalitetet të jashtëzakonshme. Dua të them që pikërisht ky kontribut, unë kam botuar edhe një libër për udhëtar francez gjatë shekullit 19 në Shqipërinë. Shqipëria atëherë ishte Janina, ishte Arta, ishte Preveza. Kam botuar në libra edhe për François Pouqueville. François Pouqueville, për shembull, ka në shkrimet e tij ka një përshkrim të jashtëzakonshëm për gratë çame. I përshkruan në një mënyrë shumë të bukur. Për bukurinë e tyre, po edhe për veshjet e tyre gjithë kolorit. Po kështu, domethënë gjatë udhëtimeve të mia edhe në Çamëri. Louis Dubré është një nga Louis Dubré ishte më shumë, ishte një piktor francez i cili erdhi në Korfuz, nga Korfuzi shkoi në Janin ke Alipash te Pelena. Por ai më tepër u mor të Suliotëve? Ai u mor më shumë sepse në Korfuz Suliotët nga që ishin përdjekur nga gjatë asaj kohe të luftës, qëndronin krijuan një lloj regjimenti shqiptarëve, që ishte krah francezëve, dhe Napoleoni, si thuaç, këtë batalion, këtë regjiment e shkriu në 1815, ishte fundi i karrierës së Napoleonit, por ky francez shkoi, i pikturoi ata dhe solli piktura të mrekullueshme të Suliotëve. Po këta janë Suliotët. Por si thuaç, edhe në shkrimet të disa konsujve francezë, për shembull Henri Beull ose konsujt tjerë që kanë qenë, kanë shkruar shumë për Çamërinë.
Sigurisht, unë mendoj që duhen mbledhur të gjitha këto dëshmi të huajve në frëngjisht, nga francezët, nga anglezët janë shumë edhe gjithashtu anglez, gjerman, italian. Dhe këto tekste ndoshta mund të bëhet një antologji vetëm me tekste mbi çamërinë. Për shembull në Francë është një risi, domethënë është një kolan, e cila quhet Les Amoureux de la France, është të dashurit e Francës, të dashuruarit e Greqisë, të dashuruarit, domethënë unë mendoj që duhet bërë një për Shqipërinë, por mund të bëhet në këtë sens ata që kanë dashur, si thuash, çamërinë. Dhe të mblidhen këto shkrime dhe të bëhet një antologji e bukur. Edhe çdo udhëtar, për shembull, që do të vinte që mund të vinte këtu në Shqipëri, po jo vetëm ata, po edhe vetë shqiptarët të kishin një antologji të tillë që të kuptonin vërtet cila ka qenë kjo pasuri, cila ka qenë kjo histori e vjetër. Për shembull, është edhe Karl Hopf, është një historian shumë i madh gjerman i cili ka gjetur këto gjenealogjitë e vjetara të Arvanitës e 1280. Dhe si thuash, materiali ka shumë, vetëm dojnë pak vullnet që të punohet në këtë drejtim edhe të ashtu. Megjithatë duhet kthehemi ndoshta për çavërinë të flasim akoma më shumë. Ju udhëtoni në për libra, do të shkojmë edhe tek Ode. Por ju udhëtoni shpesh në për libra, në për arkiva, jeni i apasionuar për të udhëtuar në biblioteka për të gjetur pikërisht të thesare, gjen aty edhe dhimbjen. Dhimbja është vetëm rrëfim familjar, një udhëtim në për librat e botës, në arkivat e botës, në bibliotekat e botës, të shtyn më shumë drejt për masave të asaj çfarë ka ndodhur, apo të bukurës? Jo, nuk më bën shumë përshtypje egzotika, për shembull. Jo. Okay. Mua më bën përshtypje drama. Edhe vetë kam një lloj sensi pak dramatik, tragjik, më pëlqen shumë tragjedia, dhe kam edhe në disa romane, kam këtë gjë që më pëlqen një dramë e fortë, ku ka vërtet një tronditje të njeriut. Kjo gjë ekziston në folklorin çame, në histori çame, për shembull, Muhamet Çami që ka bërë një botim mjaft interesant ku duken dramat çame, për shembull. Edhe në vetë historia çame është një dramë e madhe. Është edhe një dramë, është edhe një këngë, është edhe një jetë e bukur, i ka të gjitha bashkë. Po unë jam i prirur të shoh gjithmonë me ato dhimbje. Me dhimbje sepse na mungon. Ne nuk mund ta shkelim, domethënë të jemi ta rijetojmë përsëri jetën çame ashtu siç duam ne. Për shembull, kush kam parë për shembull këto gërmadhat e shtëpive në vende të ndryshme të çamërisë që kam udhëtuar dhe ato më kanë besoj që shumë i trisht. Më kanë tronditur shumë edhe kanë thënë si është mundur në fillimin e mijëvjeçarit të tretë, pas kaq kohë në një Evropë me një optikë demokrate, humaniste, kupton si mund të arrihet kjo gjë që këto gërmadha të ndalohen, të shikohen ose të ju afrohesh, të fotografosh, të xhirosh. Unë për shembull kam pasur një mikun tim francez, ishte një muzikolog shumë i njohur në gjithë botën, edhe Bernard Lorta. Ai njifte mirë, kisha udhëtuar në Shqipëri edhe në vitet 70, 80, dhe njifte mirë folklorin. Ai u mor me botimin e këtyre muzikës folklorike dhe u njoh me një këngëtar çam, edhe ran dakord që të bënin një xhirim dhe e regjistroi këtë film dhe e shfaqin në Paris. Unë kam qenë në shfaqje, kisha mik atë, se kisha shkruar edhe për të si një njeri dashuruar me Shqipërinë. Dhe ai film nuk u ndalua që të shfaqesh në Greqi edhe protestuan bile që pse u shfaq në Muzeun e Njeriut, që është një qendër e madhe e trashëgimisë. Jo vetëm franceze, po edhe botërore. Kështu që po në Francë se u prit.
Në shumë mirë, ishte plotë, kupton, edhe vërtet ishte një dramë shumë e madhe. Edhe ai kishte atë tragjizmin e këtij njeriu që shkonte në këto gërmadha dhe sikur i këndonte tokës, i këndonte gurve, edhe ishte shumë të rënditshme si film. E lidhi me Odën për tempujt për tempujt që nuk harrohen, për tempujt e paharruar, një lloj kënge vaj trishtimi që ma lidh pa diskutim rrëfimin tuaj për këtë regjistrim në Rënoja me interpretimin e Trebickës në regjinë e padiskutueshme shumë të mirë që është sjell në Bardezi, por me fjalët tuaja, me shpirtin tuaj, me një lloj gjuhe poetike, po aq edhe e përkthyer në kinematografi. Si erdhi Ode tek ju? Në fakt ishte, domethënë, ajo lindi brenda me, dhe ishte një lloj dhimbje që mua më doli, edhe bëra një poem. Të ka munduar shumë teksa e shkruanit, apo ka qenë një proces i menjëhershëm? Ishte një proces i menjëhershëm, sigurisht unë ju riktheva përsëri, po duhet të them që doli si një lloj, si diçka që kisha brenda dhe duhet ta nxirrja këtë gjë. Edhe e shkrova këtë poem. Por ne kishim një konferencë për antifashistët Çam që organizoi mjaft bukur fondacioni, edhe unë mora pjesë edhe bisedova me Alketin dhe ai tha që nga poezi shumë e bukur, lëre që ta bëjmë vërtet një eveniment artistik. Kështu që unë e mora këtë poem, e zgjerova dhe domethënë ishte një gjë jashtëzakonisht e bukur që u bë filmi. U bë filmi Odeve me aktorin, madje unë propozova Alfred Trebickën sepse kisha ndjekur edhe e njihja si aktor, një aktor me një diapazon shumë të fuqishëm, edhe me një figurë mjaft interesante për ekranin. Dhe si thua, ky film u xhirua dhe vërtet ka dalë një film i jashtëzakonshëm. Regjizori është Pandeliu Çeço, i cili është mjaft i talentuar dhe është një lloj poeti i imazhit. Mënyra se si e ka xhiruar është një xhirim jashtëzakonisht efikas, po edhe impresionues. Vetëm këtu, pa e kaluar pyetjen e xhirimit, ka një imazh shumë interesant të hënës që del përtej ose rënojave, shihet edhe duket përtej rënojave. Një imazh poetik, e përkthyer në figurë. Zakonisht çfarë raporti ka shkrimtari me regjizorin në momentin kur do të rrëfej diçka? Mua ky imazh i hënës që shihet përtej rënojave dhe mureve, në atë pak të qartë, duket një farë shprese. Sa do duhet të bisedoj autori, skenaristi ndonjëherë në këtë rast, shkrimtari, për të përkthyer këtë gjuhë poetike në imazhe? Për ju qelli duket sikur është i rëndësishëm, dhe pse? Është i rëndësishëm. Jemi ne me syt nga qielli, me pak fjalë. Ndoshta nga që unë e kam pëlqyer shumë Federico Lorcën, poetin spanjoll, dhe ai e ka këtë lidhje të dramës, të gjakut, dhe të tragjedisë dhe të bukurisë natyrore. Dhe është e vërtet, ai qielli shumë sugjestionues me ato yje që lëvizin, që bien, që ishte një gjë e mrekullueshme, kupton, dhe mënyra se si është xhiruar është jashtëzakonisht. Ka ato të shpresës, po në fakt në konceptimin e gjithë poemës nuk është një poem që flet për hakmarrje, që flet për mëri, që flet
ka një shpresë, ka një gjë me mjaft interes. Për shembull, ka një moment aty që vetë personazhet, se ajo janë personazhe të ndryshëm, janë shumë zëre që flasin dhe thotë që ne dim të falim, ne kemi jetuar bashkë me grekrit, kemi qenë në dasmat tona, por sigurisht ne nuk harrojmë, por ne dim edhe të falim, sepse edhe gjithë pjesa e fundit e poemës janë vargje të shpresës. Vargje domethënë që të këtyre njerëzve që kanë vdekur dhe që mendojnë për të gjallët, që mendojnë që një ditë këta të gjallë do të kapërcejnë në qafën e botës dhe do të kthehen përsëri në Margëllish, në Paramajthi, në Filat, në gjithë këto fshatra. Është një zonë shumë e madhe, është një krahinë e jashtëzakonshme. Thespërtia ka qenë e çamve, kupton që, kështu që filmi edhe poema, domethënë në fillim poema, nuk është një poemë nacionaliste, është një poemë tepër humaniste, në sensin që ne duam të bashkëtojmë dhe le t'i lëmë asmërit, le të pranohet që është bërë një tragjedi e madhe ndaj çamëve. Por ne duhet të shohim përpara, sepse edhe fatet e popujve. Ne jemi dy popull që jemi fqinj, ne duhet të ndërtojmë të ardhmen në një bazë tjetër. Për shembull, një nga bazat më të fuqishme është baza e arvanitësve që i shërbyen revolucionit grek në mënyrën më të jashtëzakonshme, dhe baza tjetër duhet të jetë ajo e çamërisë. Domethënë në këto dy baza duhet ndërtohet një misi e re, një ardhmëri e re. Ne do të integrohemi shumë shpejt për disa vite në Evropën e Bashkuar. Dhe kur ne të integrohemi, gjithçka do të jetë krejt tjetër. Unë kam shumë shpresë që një ditë politikanët grek do ta kuptojnë që është një gabim shumë i madh. Ata bëjnë atë figurën e strucit, e kupton që nuk duhet të shohin në realitetin e vërtet. Duhet që plagët, për shembull, po të shohësh Franca ose edhe vendet e tjera që kanë qenë perandori koloniale. Kanë kërkuar falje dhe për shembull kanë pranuar gabimet e tyre. Po, me vonesë, edhe Chiracu, për shembull, presidenti Chirac kur ishte, bëri një pohoi një falje që i bënte Franca Algjerisë, po kështu Macroni me vendet e tjera, e kupton? Tani ishte në Madagaskar Macroni. Nuk kemi neve dëshirë për të biseduar, apo nuk ka asnjë qasje për të kërkuar falje nga pala tjetër? Ka një eshe në ajër, në atmosferë, një dëshirë për të bërë nga kulpa? Ja. Po kjo gjë duhet vi nga vetë politika shqiptare. Sepse kanë kaluar 30 ca vjet që ne nuk kemi bërë asgjë në këtë drejtim, në këtë drejtim politik, të dialogut politik. Gjithmonë politikanët shqiptarë që janë zgjedhur për të drejtuar Shqipërinë kanë premtuar në fushatat e tyre elektorale që do të trajtojnë çështjen çame, që do të bisedohet me palën greke. Dhe asnjëherë nuk është bërë një gjë e tillë. Ka qenë vetëm deklarata, mitingu, deklarata sa për të fituar vota. Ata duan votat e çamit dhe asgjë tjetër. Në 1991 kam qenë Ministria e Jashtme, ishte vizita e Mitsotakis që erdhi në Shqipëri, dhe mbaj mend Abbas Dojakën dhe grupin e shoqatës çame, të cilët unë i kam takuar që atëherë dhe madje u bë dhe një lloj rezolute që ja dorëzuan Mitsotakit, i cili e pranoi që ka një çështje shqiptare, çame. Mirpo që atëherë gjërat nuk u bë asnjë hap, madje u bë një hap mbrapa. Domethënë tani Greqia thotë që nuk ka asnjë lloj, nuk ka çështje çame. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. Dhe kjo vjen së pari nga politika shqiptare. Pozicionimi i partisë politike çame, PDU, dhe si thua duhet bëhet një lloj unisoni, që të jenë një lloj uniteti mendimi dhe veprimi, që gjërat
të kenë peshën e tyre, sepse fondacioni dakord po bën një punë të jashtëzakonshme dhe unë jam i bindur që jehona e këtij fondacioni do të zgjerohet, aktivitetet do të zgjerohen, impakti i tij social do të bëhet më i madh, madje do të bëhet edhe politik në sensin që do të ndikojë kësaj politike. Por duhet që partia politike e PD-s të ketë interesin e çështjes së interesin e fqinjësisë mirë, interesin e bashkëpunimit, interesin e asaj që ne, si thuaç, kemi ndërmarrë përsipër, në sensin që shqiptarët të jetë të kthehen, xhamat të kthehen në trojet e tyre, pa asnjë lloj problemi. Për shembull, xhamat janë shumë paqësor, ata që nuk kërkojnë ndryshime kufiq, nuk kërkojnë harta të reja, nuk kërkojnë, si thuaç, gjëra që ja kanë të bëjnë me nacionalizmin. Ata janë shumë paqësor, duan thjesht të përjetojnë atë që kanë përjetuar një herë një kohë. Po kur e sheh që të gjitha institucionet në një farë mënyre nuk duan ta dëgjojnë edhe këto thirrje, qoftë edhe të aneksuara siç mund të jetë podcasti, siç mund të jetë një shkrim në gazetë, siç mund të jetë një libër i ri, qoftë edhe fjala e një partie politike si ajo e PD-s. A kanë interes apo kanë punuar gjithkohën shqiptarët për të mos i dëgjuar çamët? A kemi folur në mjaftueshëm, se ndonjëherë duhet shohim edhe veten, a kemi folur në mjaftueshëm për këtë çështje, a kemi ngritur zërin e mjaftueshëm për të na dëgjuar të tjerët? Në fakt, kam qenë në një konferencë të Akademisë së Shkencave dhe e kam ngritur këtë problem, që duhet të krijohet një komision historianësh, të cilët të marrin kontakt me historianët grek, të bëhet një komision i përbashkët dhe të diskutohet historia, ku janë faktet, ku janë ngjarjet, çfarë ka ndodhur, në mënyrë që të arrihet në një emërus të përbashkët. Ky do të ishte hapi i parë. Sigurisht, ky do të sillte edhe hapa të tjera në këtë drejtim. Por mendoj që, për shembull, fondacioni, duke mbledhur sa më shumë personalitete, jo vetëm Çam, po edhe të tjerë që sensibilizohen dhe janë në këtë optik të çështjes Çame, sa më shumë të zgjerohet pesha e fondacionit, aq më shumë impakti do të jetë edhe tek politika. Për shembull, të ketë një rezolut që bën fondacioni, po me emra personalitetesh. Vetëm kështu ata politika do të dëgjoj zërin nga poshtë, do të dëgjoj zërin e historianëve, do të dëgjoj zërin e intelektualëve që e mbrojnë këtë çështje në principe demokratike, humaniste e tjera. Dhe sigurisht, sepse, shiko, historia e Çamërisë është një histori e njohur, gjërat dihen, historia është e shkruar. Nuk ka nevojë më. Megjithatë, sigurisht, rezolutat ku ke personalitete të shumta dhe me emër, dhe që kanë një peshë në jetën e vendit, në jetën intelektuale, atëherë edhe politika do të veprojë, do të nxitet. Kështu që them që puna e nisur nga fondacioni, që është një punë e jashtëzakonshme, duhet të fuqizohet. Duhet që të tjerë, për shembull, unë kam parë mjaft intelektual shqiptar në gjirin e fondacionit që vinë në konferenca dhe që nuk janë Çam fare, që janë diplomat, që janë historian, të cilët vërtet, por duhen dhe akte, jo vetë, për shembull, podcasti është një, konferencat janë gjithashtu mjaft fuqishme, po duhen dhe rezoluta të sensit politik që një fondacion i bën thirrje institucionale. Ka deklarata të fuqishme, nuk ka gjëra që diskutohen në parlament. Parlamenti ka heshtur për çështjen Çame. A e mbyt zëri intelektualit, zërin e politikës, e politikanit? A mundet të ndryshojë gjërat? Apo për sa kohë është politika që e financon edhe në mendimin, edhe kërkimin shkencor, është shumë e vështirë të... Unë them që... Se unë jetoj në Shqipëri dhe unë dua ta paraqes këtë... E di, për shembull, shiko, për shembull po të marrësh Francën, shoqëria franceze ka... janë më të lirë. Janë të lirë, jo vetëm aq, po janë dhe të organizuar. Për shembull, kur bëhet një
peticion, për shembull, që firmoset për shembull nga personalitetet shumë të mëdha të Francës, atëherë menjëherë bëhet problem politik. Kështu që është forca intelektuale ajo që i imponon politikës drejtimin e caktuar. Për shembull, kam parasysh kur ka qenë një problem me plerat kimike këtu në Shqipëri. Ishte peticioni i shoqërisë civile ai që bëri që politika të mos vendoste në atë mënyrë, po ta ndryshonte. Kështu që them që impakti i klasës intelektualëve është i domosdoshëm dhe është mjaft i frutshëm. Puna është që duhet vepruar. Kur ju shkruani, Luan Rama, zakonisht përpiqeni të shkoni drejt fiksionit, drejt historisë së vërtet, drejt elementve që gjeni në arkiva, si e bën shpeshherë këtë ndarjen. Se është shumë interesante të kuptoj dimensionin e një njeriu që shkruan për historinë, po ndërkohë ka element kaq poetik në veprat e veta, e nga ana tjetër është kërkues shkencor, studiues. Si e bën këtë ndarje? Si i thua vetes? Qëndro. Jo, ke shumë drejt. Si ja vë kufit vetes? Për shembull, kur botova si botues për shembull librin e një konsultit francez në Shkodër, në para disa vitesh, në shkrimet e tij gjeta një fakt shumë interesant. Ai thoshte që shkova në filan vend në zonën mbi Shkodrës dhe më thanë që këtu para disa vjetësh është djegur një grua. Dhe mua më kujtoi menjëherë shtrigat e Salemit. Ishte një histori shumë interesante. Dhe vetëm në një rjesht të librit të tij u ndërtova një roman. Edhe romani është botuar dhe në Francë, është botuar në Shqipëri. Si thua, është gjithmonë historia që më ngacmon, për shembull, ose kontakte direkte. Unë kam takuar emigrantë të vjetër të viteve 30 në Francë dhe historia e tyre personale më ka frymëzuar të bëj romane. Për shembull, një roman që e cilësoj L'Albanais, shqiptari, domethënë i kushtohet pikërisht këtij emigranti që një ditë në Paris më tregoi historinë e tij, një histori dashurie me një franceze etj. Kështu që është gjithmonë kontaktet janë gjithmonë si thua edhe pjesët historike ato që më ngacmojnë. Më mjafton një gjë e vogël, një gjë e shkurtër për të ndërtuar një roman. Kështu ka ndodhur edhe me Oden, kanë qenë rrëfime që i ke mbledhur nga familja, apo duke takuar her pas here çam dhe histori të ndryshme të atyre personazheve që jetojnë në këto tempuj të paharuar? Po, më shumë kanë qenë kujtimet familjare, por edhe ajo ndjesia ime që u kultivua në gjithë këtë lloj komuniteti e kupton çam, ku unë shkoja, që i kam njohur personalisht, edhe dramat e tyre. Për shembull, është Fatos Merorak, se e kam librin këtu përballë, që ka bërë një punë të shkëlqyer të jashtëzakonshme. Fatosin e kam njohur kur kam qenë në Kino Studio, në vitet fundi i viteve 70, fillimi i viteve 80. Dhe ai vinte në Tiranë dhe më takonte, ka ardhur edhe në Kino Studio, sepse kishte nevojë për të bërë incizimet e njerëzve që i intervistonte. Dhe unë merja, ju kërkoja repartit zërit që e quanim ne, shirita bobina me regjistrime që ai të mund të regjistronte. Po kështu më kërkonte kopjativ. Domethënë atëherë ka qenë ca letra të zeza për të shkruar dhe në shtyp edhe për të kopjuar në faqen tjetër. I jepja letra të bardha. Nuk ishte një njeri i varfër. Po ai vinte në shtëpinë time, bisedonte me nënën time. I ka marrë dhe tregime. Dua të them që pikërisht kjo lloj jete më ka futur, si thua, dhe kam qenë gjithmonë i dispozuar vërtet të jem edhe unë, të jap edhe unë diçka këtij komuniteti, e kupton, të cilit unë i përkas. Janë ngjarje reale, po pa u rënduar pa diskutim me vite, me data, me
imazhe të luftës dhe dembjes, por duke shoqëruar me ato imazhin e hënës që shihet përtej rënojës. Më historika, ma është një tjetër vepër e juaja, dhe meqense ju e lidhët me kinematografin, dua edhe rrugtimin e Dinos, shtegtari i Portës Sublime, që në fakt do të na mbledh, kam përshtypjen, edhe për ndonjë aktivitet tjetër. Patjetër nuk përfundon këtu. Patjetër që do të bëhet, se ky ishte një propozim i Verkushit dhe mua më erdhi mirë se me këtë rast, këtë libër do ta ribotojmë dhe do të, nëse tani, domethënë, libri titullohet Dino, shtegtari i Portës Sublime, libri tjetër, domethënë ribotimi me disa shtesa do të quhet Dinejt, shtegtarët e Portës Sublime. Edhe do të jetë histori e saga e kësaj lloj familje për shembull. Unë kam gjetur gjëra të reja interesante për Arif Dinon. Do të ketë elemente të tjera të këtij libri, sepse në këtë libër deri tani që është botuar dhe që ka qenë redaktor Bashkim Kuçuku, ai ka ndjekur këtë gjë. Pjesën më të madhe e ka Abedin Dino. Unë e kam takuar në Francë, e kam xhiruar, kam një filmim që i kam bërë duke folur me të, dhe si thuaç, kam qenë në shtëpinë e tij, e kam ndjekur, kam shkruar, dhe si thuaç, qendra është Abedin. Tani do të marrin akoma më pesh historia e Lidinos, që ai ishte presidenti i karikaturistëve, se ishte piktor të gjithë Greqisë, ishte një personalitet shumë i madh. Madje ka qenë një ekspozit pas vdekjes tij, domethënë nga vitet 70 ka qenë një ekspozit në Athinë e pikturave të Alidinos. Dhe kam gjetur gjithë vlerësimet e mëdha që kanë bërë personalitetet të mëdha të artit për Alidinon. Po kështu, si thua, ishte një familje vërtet me shumë prurje artistike. Për shembull, Lelaja ishte një aktiviste shumë e madhe, ishte një feministe, Lela Dino. Po kishte edhe një vëlla tjetër i cili ishte një nga njerëzit që dansonte më bukur, jo vetëm në Turqi, po në Evropë ishte një dansues i jashtëzakonshëm. Duhet të them që pastaj është historia Ali Pash Dinos, që është një histori e jashtëzakonshme, me mërgimin e tij, me kontributin e tij në politikën turke, në politikën shqiptare, për të patur një status tjetër. Kështu që, si thua, unë kam vizatimet e Dinos, domethënë të bëhet një ekspozit vizatime, po kështu edhe të prezantohet dhe me këtë rast dhe libri, të jepet filmi Saga e Dineve e Kujtim Gjone, që e ka realizuar, kemi xhiruar, unë kam qenë në Paris, që i kam pritur dhe kemi, si thua, regjistruar ato gjurmë të këtij personalitetit madh, dhe që në takimin e parë që kam pas me të, ai më tha, unë jam nga Lopsi, jam çame dhe kishte dëshirë të vinte në Shqipëri. U përgatit madje të vinte në Shqipëri, mirë po u smur dhe nuk mundi të arrinte. Për çfarë do doni të shkruanit më tej? Kemi shumë personalitete që nuk i njohim, edhe pak vëmendje i kemi kushtuar, po le të jetë ky podcast edhe kjo tryezë edhe për të mbajtur disa shënime për figurat të tjera që do duhet t'i njohim edhe veprat e cilëve do duhet t'i shijojmë. Unë mendoj që janë disa çam që janë diasporë, që janë shumë interesantë. Për shembull, në Milano, para 2 vjetësh, prezantova një libër poetik në një galeri milaneze, shumë të njohur, dhe aty u njoha me Beqir Resuli. Beqir Resuli ishte një personazh mjaft interesant. Pse më tërhoqi ky personalitet? Ai kishte një restorant, ishte një person shumë i njohur aty, dhe ai këndonte këngë çame të vjetra dhe gjuhën çame ai e fliste në një mënyrë të jashtëzakonshme. Unë u pataksa, domethënë u mahnita nga ky njeri
që jetonte me këmbën çame. Nuk kam gjetur një njeri tjetër. Do të them që njerëz të tillë dhe personalitete të tilla kemi në diasporë dhe ata duhen aktivizuar, duhen kur vinë në Shqipëri për shembull të vijnë në evidencë. Edhe fondacioni mund të bëjë shumë në këtë drejtim, them. Kështu që kemi shumë për të bërë. Unë kam shkruar për shembull për Janin nga Moreja, që është një libër, kam botuar një libër që ishte themeluesi i simbolizmit francez. Ishte një personalitet shumë i madh dhe Apollineri, që është një nga korifejt e simbolizmit, ai u bë dhe surrealist pastaj. Ai thoshte ati im shpirtëror është Jani nga Moreja, Jean Moras, siç e quante vetë. Duhet të them që ka personazhe mjaft interesante. Për shembull, ajo e RBS e Muhamet Çamit, për shembull, është një gjë shumë e bukur që ka të bëjë që me frymën biblike, kupton, edhe se si kanë futur çamët në tradicionin e vet kulturor. Ka mjaft fakte, mjaft ngjarje. Nuk do të mbetemi vetëm në dramat, në masakrën, po duhet mbetemi në kulturën, në vlerat poetike, të cilat janë mjaft interesante. Unë mendoj të bëj, gjithmonë them nuk do të shkruaj më histori edhe se do merrem me romanet dhe me poezit, por tani kam thënë vetes që do të bërë diçka për François Pouquevillin dhe që atë shkrimet e tij domethënë t'i vë më në evidencë, sepse është botuar një libër për Pouquevillin, po është shumë i cunguar, janë lënë jashtë gjëra vërtet të jashtëzakonshme për kulturën shqiptare. Pa diskutim, si ndjeni ju kur e shihni në një botë kaq të hapur, një gjyshe çame që që mund të lëviz ngado, po vetëm në shtëpinë e saj nuk shkon. Mund ta shihni si në këndvështrimin e njeriut humanist që lufton për të drejtat e njeriut. Po dua ta di si ndjeni vërtet kur i dëgjoni të tilla histori, edhe që e kuptoni që çdo cep i botës është i hapur për çdo, po vetëm shtëpia jote jo. Po, është ndjen një lloj revolte. Revolta është gjithmonë edhe po kjo revolt duhet zgjidhur. Dhe mendoj që kjo do të vi vetëm nga ne, vetëm nga intelektualet shqiptarë, çamë, kupton, po edhe intelektualet e tjerë që nuk janë çamër, por që e kuptojnë këtë lloj tragjedie të madhe. Për shembull neve, kosovarët na kuptojnë shumë mirë. Për shembull tragjedinë çame ata e ndjejnë akoma më thellë, sesa shqiptari i zakonshëm, e kupton, që është në Tropoj, që është në Berat, që është në një vend tjetër, në Korçë etj. Jo, ata e kuptojnë pse, se e kanë vuajtur këtë gjë. Ata e u çliruan nga kjo barë, nga kjo ndasi. Këtë gjë duhet arrijmë dhe ne. Ja, në fakt të gjithë shqiptarët arritën të shkonin në tokat e gjyshërve të vet, pavarësisht se zyrta e Shqipëria rrethohet nga shqiptarët e vet, nga do, po gjithsesi shqiptarët e Malizia janë aty prapë në Plavë Guci, kanë arritur të kenë shtëpitë e tyre. Po ashtu kemi shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, kemi shqiptarët e Kosovës. Vetëm ato të çamërisë janë hapur kufit, dhe kufit hapen nga politikat. Kufit hapen, domethënë në kuadrin e sotëm, sigurisht në teori kufit janë të hapur, por kufit nuk janë gjithmonë të hapur. Ka vende që thuhet që janë të hapur, por janë të mbyllur. Kështu që për këtë duhet luftuar. Po mendoj që, e thash edhe në fillim, që me integrimin e Shqipërisë në Evropën e Bashkuar, vetë Evropa nuk do ta lejojë më këtë gjendje, këtë statu quo, që është vendosur dhe që nuk ka zgjidhje. Kur shkruani, keni pasur ndonjë koment, edhe dua ta mbylltuat me misionin tuaj si diplomat, si ish ambasador në Francë. Kur shkruani, keni menduar gjithmonë se do t'ju përkthehet ose do të vishet me kostumin e diplomatit dhe të ambasadorit, një kujtes, një ligjërat, një shkrim poetik,
ndoshta një prodhim që duket gati kinematografik, a ju është veshur ndonjëherë, ka pasur komente të tilla dhe a keni pasur ju frikë se do të veshin të njëjtin kostum duke i dhënë nuanca të diplomacisë edhe të kostumit shtetëror, si thua? Në fakt, unë kam botuar në Greqi për shembull, kam botuar në Athinë një vëllim poetik, kam botuar në Selenik, një shtëpi botuese greke, një epistolari i Zaratës. Kam po me këtë shtëpi botuese greke në Selenik kam botuar dhe një libër për Porto Palermo, dramën që kanë pas shqiptarët gjatë kohës totalitare në Shqipëri, dhe kam botuar edhe tregime. Kështu që mendoj që shumë shpejt të bëj një botim që të përkthehet në greqisht dhe të botohet edhe në Greqi. Në fakt, ne kemi optikën e humanizmit dhe nuk ka pse që edhe botues grek të botojnë gjëra, domethënë tekste, tregime, romane për çamrinë. Aktualisht kam mbaruar një roman që quhet Murgu i Malit Shenjtë të Athos. Dhe është një histori me një grek i cili angazhohet në luftën italo-greke, i cili plagoset rënd në malet e kulturës, se si një shqiptar e ndihmon, dhe se si ky grek kapet me italianët dhe çohet në ishullin e Ustikas, ku mblodhen shumë ballkanas grek, Jugoslav, shqiptar, Petro Marko ishte atje dhe shqiptarë të tjerë. Dhe si thuash, ky rikthehet në Shqipëri për të falendëruar këtë shqiptar të madhe, kupton që edhe ka një histori dashurie, po gjithë sfondi është me këtë grek nga Kreta, i cili gjeti shpëtim nga një shqiptar. Kështu që tema të tilla ne duhet të trajtojmë. Po edhe tekste, domethënë edhe drama që kanë pësuar për shembull, po të kenë një optikë humaniste, ato janë të kalueshme, kupton, janë të pëlqyeshme për të gjithë. Kështu që edhe për grekët e zakonshëm do të jetë me shumë interes kjo gjë. Pa diskutim, humanizmi juaj dallohet jo vetëm në vepra, dallohet në këtë bisedë që kishim bashk. Dhe ndaj e nisa me gjyshet edhe me ato reshta që lexova, sepse edhe gjyshja ime ka pasur këtë lloj humanizmi, duke thënë që poezitë greke, letërsia antike greke, librat, muzika, gjuha, nuk ka asnjë faj, duhet lexuar, mendja plot ndonjëherë na bën më të pasur dhe ta kesh shpirtin plot, kështu siç e keni ju, për faljen, për dialogun, është mënyra se si jam rritur unë, mënyra se si jeni rritur ju dhe sa të rëndësishme kanë qenë gjyshet tona duke na edukuar kështu. Ne jemi pinjoll të shpresës, kështu që të shpresojmë që shumë shpejt domethënë gjërat të ndryshojnë. Edhe tempujt mos t'i harrojmë kurrë. Faleminderit shumë për këtë bisedë. Faleminderit edhe ju që na ndoqët deri më tani. Nuk dua ta zgjas më tej, po t'ju lë takimin e radhës të premte në orën 20:00. Faleminderit.